Drama mes Xhenetës dhe Gjestit, pas përfundimit të romancës së tyre në Big Brother VIP Kosova, duket se sapo ka marrë një përmas të re dhe të papritur. Këtë herë në qendër të vëmendjes dhe të aludimeve të publikut është përfshirë edhe modelja e njohur, Loredana. Gjatë fjalës së saj në rubrikën Trotuar në emisionin Në Diell, Xheneta ka bërë një deklaratë të fortë që ka trazuar menjëherë rrjetin. Ajo zbuloi se ka marrë një telefonat nga Loredana, e cila i ka treguar se Gjesti i ka shkruar dhe ka tentuar ta ngacmojë. Sipas Xhenetës, reperja e ka siguruar se nuk do të kishte kurrësi një reagim nga ana e saj, në shenjë respekti për miqësinë që kanë dhe kohën që kanë kaluar bashkë. Megjithatë, pavarësisht fjalëve dhe garancive të dhëna në telefon, Xheneta është shprehur hapur se nuk i beson më rastësive. Dyshimet e saj janë shtuar pas disa detajeve që kanë qarkulluar në rrjetet sociale, ku Loredana dhe Gjesti dyshohet se kanë frekuentuar të njëjtat vende dhe kanë publikuar foto nga ambiente të ngjashme. Një person me të cilin unë haj bukë dhe kaloj kohë nuk prekte ish partnerët. Loredana më ka marrë në telefon dhe më ka sqaruar se ka bërë biseda me Gjestin dhe ai e ka ngacmuar. Kjo më tha se nuk do ta bënte asnjëherë, por kjo rastësia me foto dhe vila të njëjta nuk më duket aq e rastësishme. U shpreh Xheneta duke lënë të kuptohet se pas këtyre veprimeve mund të fshihet një romancë e re mes reperës dhe ish partnerit të saj. Nuk dihet se si kjo situatë do shkojë, apo në qoftë se këto aludime janë të vërteta, megjithatë duket që publikut po i pëlqen shumë kjo romancë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se me të vërtetë Loredana dhe Gjesti kanë një lidhje së bashku? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.